Çdo ditë zgjohemi me tingullin e telefonit. Aty janë lajmet, postimet, videot, një lum pafund. E krejt kjo quhet obezitet digital, kur konsumojmë më shumë informacion se sa mund ta përpunoj mendja jonë. E pa e kuptu, kalojnë orë të tëra duke bo scroll. Po a e ke menu ndonjëherë që kjo varësi digjitale nuk na merr veç kohën, po na hop derën për me u dezinformu. Sidomos me postime në lidhje me trupin, peshën e dietat magjike. Po hajde të shohim se çka thojnë studimet. Një studim i kryer në vitin 2025 zbulon se shumë të rinj kanë vështirësinë të kuptuarit e informacionit shëndetësor në internet. Nuk e dinë se qysh me verifiku burimin, nuk dallojnë mesazhe të sponsorizuara ose ideologjike, e shpesh nuk kuptojnë kur një informacion është bo për me shit diçka. Për shembull, kur bëhet fjalë për dieta ose produkte magjike, shkrirje yndyre, shumë prej tyre nuk kanë mjete të vlerësojnë nëse ato pretendime janë të bazuara në prova shkencore apo thjesht është një marketing i mirë dizajnuar. Një tjetër hulumtim ka treguar se gjatë pandemisë, bombardimi me informacione kontradiktore në rrjetet sociale ka ulë mirëqenien psikologjike të rinjve dhe i ka bu më të pasigurt. E pasojat ishin shumë të qarta. Ankth, stres, konfuzion, vendime të gabuara e mbi të gjitha shoqëri më e polarizuar. Por a ka zgjidhje? Po, mund të ndërtojmë një dietë digjitale të shëndetshme, si për shembull, zgjidh burime të besueshme, kontrollo faktet para se ta shpërndash, kufizo kohën e tepërt në rrjetet sociale që mbështeten vetëm në sensacionalizëm, e ndonjëherë bëje edhe ndaj detox digital. Hiqe telefonin e kthehu te jeta reale. Obeziteti digital dhe dezinformimi shkojnë bashkë. Sa më shumë ushqehemi pa kujdes, aq më shumë e rrezikojmë shëndetin ton mendor e shoqëror. Sepse ashtu si me trupin, edhe truri ka nevojë për një dietë të shëndetshme.